Kush e ka bërë këtë video? Kush e ka bërë këtë video? Kush e postoi video? Ozan, çfarë po bën? Ti vete ke postuar këtë? Mos ja fut kod bërqim, pse do ta postoj unë? Ato nuk e di, por po thyen rekord me pëlqim, Ozan. Ozan, mos u lodh që ta fshish atë video. Është për hapur tash më shumë. Të gjithë po e shpërndajnë. Asla, të betojmë që unë... Asla! Ka që ishte? Asla, prit. Asla, mund të ndërësh pak? Lësho ma dorën. Asla, të lutem, prit vetëm 1 minutë. Të thash më lësho. Asla, prit, të lutem. A nuk të thash të mos zitojmë në ty? Të thash të presim pak dirsa gjërë të qetësohen. Po ti qëfar bëre? E publikove atë video të neveritshme. Asla, të betojmë që unë nuk e publikova atë video. Po thoshe që kishe një plan. A ky ishte plani? Të tregoj të gjithëve që ne u puthëm, apo jo? Jo! Doja të flisja me nënën tënde. Doja t'i tregoja sa shumë të respektoj. Kjo ishte që kisha në mendje. Do shta atëherë... E pash respektin tënd. Faleminderit. Asla, prit 1 sekundë, lutem. Të thash më lëshon ty. Dhe mos më dil më kur për para syve, a më këtove? Kur? Unë do të gjej kush e ka bërë këtë. Do të shosh. Aslı? Ullu. Ullu. Jam pak e mërzitur, profesor. E di. E pash video. Edhe ju e pat. Në rregull. Në rregull. Mere. Asla. Pas 2 ditësh të gjitha këto do harohen, jam I sigurt. Ma beso pra. Do u bëjnë foto ushqimeve pra. Do shohin video me koktele dhe gjithçka do të zhduket, ma beso. Si ja vlen të mërzitesh. E gjithë po ma bëjnë me gisht, profesor. Po qeshin me zvete. Kush e di se çfarë po flasin pas shpinës time? Ky është problemi I tyre. Nuk është yti. Hajde ngriu, të shkojmë në zyrën time. Mos rri këtu. Aslı, s'ke bërë asgjë të gabuar. Nuk ka as sjellje të pahishme, as ndonjë faj. Nuk ka gjë më normale se sa 2 njerëz të rritur që duhen me njëri tjetrin. A e kam gabim? Atë video e pan të gjithë, profesor. A I ke parë se çfarë komendesh po shkruajnë? Çfarë fyerjesh, çfarë fjalësh të shpifura? Nëse I shenën a ime do shkatërrohet. Mos u shqetëso. Pas 1 ose 2 ditësh do të mbyllet kjo. Nën? Ec po shkojmë në shtëpi. Nën, prit çfarë po bën? Krau,
Të thash po shkoj me ec. Hedie, zonja Hedie, qetësohu, lutem, nuk është siç mendon. Të thash ec po shkojmë në shtëpi. Hajde. Nën, të lutem. Ju mos ndorhyni në këtë punë. Mos guxoni. Nën, të lutem, ndalo. Nën, jam malëshadorën, jam duke ardhur pra. Shiko të gjithë po na shohin neve. Të lutem mos e bëj këtë. Thua se të intereson çfarë mendojnë të tjerët. Në shtëpi do flasim bashkë. Ec. Nën, ndalo. Shiko, nuk kam bërë asgjë të keqe unë. Të lutem më dëgjo, vetëm më dëgjo. Të lutem. Duhet ta përjetojmë këtë pamje. Shh, Ozani po shikon, mos e xhiro. Ec, do flasim në shtëpi. Zonja Ec. Hedie, të lutem qetësohu. Të flasim Si të qetësojmë, u turpruam para të gjithëve. Zonja Hedie, nuk është siç mendon. Mjaftë më, ju lutem. Ec, Aslı. Nën, shpirt, të lutem. Nën, ndalo, të lutem. Po të përgjërohem, ndalo, nën. Si mund ta bëje këtë, Aslı? A kështu të kam rritur unë, vajzë? As ke fare respekt për veten. Nëse nuk ke për veten të paktën për mua dhe për dajën tënd? Nuk është koha e duhur që të jemi në lidhje. I thash që ka prioritete të tjera. Vajzë, atëherë pse e ke postuar këtë video? Çfarë problemi ke? Unë nuk isha në dieni. Ballma. Nuk e dije. Më shiko mua. A e bëri ai pa e ditur ti? Fshehu razi. Do e pyes unë atë, i morali, i pa edukati. Nën, të lutem, ndalo. Të lutem, ndalo. E di unë se çfarë do bëj. Ti do të qëndrosh këtu, nuk del më jashtë. Nën, të lutem. Nën, hape derën. Nën, hape derën, të lutem, mos bëj kështu. Nën, hape derën, nën, mos bëj kështu. Nën, hape derën. Nën, hape.